Ky emision mbështetet nga uji i rrugove. I ku jam ky fshati? I yt. Jemi, që ka emrin ky fshati, babi? Leze. A keni qef me ardhur në fshatin Les? Po. A kënaqeni këtu kur vini? Po. A më u pron për ditë vini këtu? Për çdo ditë. A keni qef me ardhur për çdo ditë? Po. Mirë. Ku është shkolla babit? Qajo. E shtëpia babit ku e ka pas shtëpinë babi? Qa tje e ka po. Shtëpiat janë rënuar nderuar. Besoj që të hapësirë ki kujtime të tjera. Po, kam kujtimet. Ma të mira të jetës time janë pikërisht në këtë hapësirë. Tash janë bën 28 vite realisht. Në këtë shtator të këtij viti bën 28 vite rrafsh. Ku kjo ka qenë shtëpi me gur, por ju siç e pat edhe fshatin përgjithësi. E në veç atje këtu shtëpi këtu e poshtë ajo e reja e këtë që kena pas këtu janë ndjek plotësisht, domethënë asgjë nuk kalon në kam forcat okupatore serbe. Po me kalu ka shumë kohë edhe mos me mujt, me ndres ti më të rrit këtë lisa. Është problem. Besoj që nuk nihesh mirë. E vërtet që nuk ndina mirë, sepse secili prej jush ndoshta edhe ju vet, pjesën e fëmirisë janë pjesë nga jeta të cilat nuk harrohen. Pikërisht edhe unë i kam pjesë nga jeta të cilat nuk i harroj kurrë. Ndoshta ëndrat ende i shoh këtu. Kena bën një jetë jashtëzakonisht mirë, tash emocionohem kur folim për këtë pjesë. Një shtatori 1998 ka qenë ajo dita sa e lavdishme, po dhe dhimbshme për ne fshatarët e fshatit Les. Pikërisht në mëngjesin kur na shpresonim të shkonim në shkolla ditë, pikërisht e shinim përforcimet e shumta, makineria e rëndë që ngjitej në Sylen dhe në pjesë tjera. Prindrit na sugjeruan mos me shku në shkolla ditë, se ishte një gjendje jashtëzakonisht e tendosur e rëndë dhe ishte mëngjesi 15 në 8 diku,
ndëgjuam një kris me pushke, si duket ishte një paralajmërim i forcave të UÇK-s, me një rendi ka fillu granatimi. Ne nuk e dim atëherë se ishna si fëmijë, realisht kur e menduam se s'po shkojmë shkollë, u futëm shtrat flem edhe pak, pikërisht atje ishte dhoma ta Elisi poshtë, me vllavin ishëm, vllavi tjetër i kishte lëshue, atëherë kena pas edhe lopët edhe kishte qu atje. Ai tu kthy atëherë kishte fillu ofenziva dhe me të madhe granatoi. E man mend, nana si nanë, mas fëmijëve, erdhë për të na marrë neve këtu. Për një moment na ishna të hutuar se çka po ndodh. Për një moment i kena ndëgju një shpërthim të madh, por nuk e dishna ku ka ra. Pastaj, mas luftës e kena kaptuar ose mas ofenzivës, e kum pas se granata ka ra këtu. Granatë shumë e fuqishme, ka qenë grop von, ka qenë një shtyllë elektrike këtu, ato me një rendje ka rëzue. Dhe duke dalna, këtë kulmin këtu që ka qenë komplet i zhveshur, po fati ka qenë së është si grop, pjesa që asi neves në ka rok. Duke dal, e pam që ka ardhur timi si kështu, edhe pjati tymit fillum të kollim, nana na nxorri, na çoi te shtëpia poshtë, atje në podrum të Ereja, edhe kështu ishte një pjesë atij përjetimit të dhimbshëm të asaj dite. Pastaj gjyshi, tash që është Rameti edhe është dëshmor, sepse UÇK janë këtu në fshatin Les ka qenë shumë e organizuar më mirë. Është ditë kush lufton në këtë front, është ditë kush kujdeset për civil, kanë qenë një pjesë ku Xhevat Berisha në krye, po edhe Selahattin Berisha dhe të tjerë e kanë organizuar jashtëzakonisht mirë, kanë pas qëllimi sa më pak mu vra civile dhe fatin këtë fshat nuk kanë vra asnjë civil. Gjithë kanë qenë ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që janë vra, edhe fati i luftës Lezit që ka rezistuar prej orës 8 deri në ora 4 pas dite. Dhe kjo rezistencë ose kjo thyrje e kufirit është si pasojë e mos pasjes së municionit ose mos funksionimit logjistikës nga ana poshtme, dhe ata janë detyruar disa të tërhiqen në tërheqje sipër, disa dhe janë vra. E kështu me radhë ka ndodhur ajo që ka ndodhur, por Xhevat Berisha, Selahattin Berisha, ata gjithmonë e kanë pas që sa më pak civil ose hiq. Dhe për këtë arsye, disa prej luftëtarëve i kanë thonë, shkoni ju se e kanë parë që forcat të mëdha po afrohen, municioni po mbaron, do të hasim civil nuk di mu largue, që unë për shembull na kena shënajt në podrum. Kur atëre vetëm gjyshi, por edhe anën tjetër atë disa bashkëfatarë që kanë qenë në front atje, i kanë largu familjarët e tyre cili ka mund, na kanë qunë në prue, drejtin pruet kena shku në fshatin Libeqi, edhe që ka qenë fati mirë pasaj, sepse na nuk kena ditë, për shembull kishna hes ndoshta në hapësirë të hapur. E gjyshi ata që kanë ditë luftën, na kanë futur në për prue, në për vende ku është shumë më vështirë për të ndoshta për të pas viktima, dhe kjo ka qenë fati jonë që na sot jemi gjallë edhe nuk kemi të vrarë civil. Edhe pse granatimi ka qenë me intensitet jashtëzakonisht lartë. Për shembull, çdo pjesë që e dini granat, por që atje poshtë e kum pas edhe mjetin e punës bujq, do thënë bujqësisë traktori me një granat tjetër është asi. Te zbrit e poshtë baba ku na babi thojshëm gjyshit, te zbrit i shishna gropa të mëdhaja, por në ato gropa ka pas si lloj copa të hekurit. Edhe gjyshi na thoj ke vazhdimisht këtë fjalë më në si sot, thoj ke mos shikoni mrapa, nëse vritet dikush, ju s'kini çka e kqyni, çka kthenu, shpëtoni vetin. Kjo ka qenë, a di e man mend, si sot, kjo ka qenë, do të thonë, disa për përjetimet të asaj kohë. A kështë pas qef, më këthy që të është, me eto. Ose s'paku me kalu vikend. E poj me kom kesh, me fëmijët, me djente mi, vazhdimisht vinë këtu. Vazhdimisht janë jelli dashurim për këtë vend, sepse dashurim për këtë vend. Mos kisha pas emocione, kisha folë si ti. Po emocionet më bëjnë që foli kështu ndoshta për shkak emocioneve, ndoshta edhe shpëton edhe loti për këtë vend. Gjithsesi, kisha pas shumë dëshirë. Ades të e ke kry një pjesë shkolla, sa? Po.
Këtu në fshat ka funksionu shkolla me deri në klasën e 4. Gjithmonë kanë qenë 2 mësues, sepse klasat kanë qenë të kombinuar, e para me 3-ën dhe e dyta me 4-ën. Kam pas fatin unë 4 vite këtu, sepse pas 4 viteve në klasën e 5, 6, 7 dhe 8 kena shku poshtë atje në Libiqev. E pikërisht këtu kam kujtime jashtëzakonisht mira me mësuesin tash dëshmor Asim Said Berisha. Edhe me atë mësues unë kam kujtime, sa e kujtoj, na gjithmonë këtu jena kon kushërine, por edhe jashtëzakonisht një mësues, një atletar që gjithmonë sa është ka lyp atë dheu i ka dalë në ndihmë edhe në luftën e fundit të Kosovës. Unë e marr mend se mësuesat se si kanë punuar, por këtë rrëfim pe jep se në atë kohë na nuk e kuptosh na si fëmijë, pse të mërkurën mësuesi Asim na bën kë mësimin masdite. Me rrogat e vogla, ata duke me shku në pazar, me kry paradite pazarin, e mësimi me zhvilluar, kur nuk e marr mend që e ka humbë ndonjëherë mësimin. Aq i përkushtuar ka qenë mësuesi Asim. Kështu që edhe këtu kam një kujtim të mirë për mësuesin. Prapa shkollës me Nendi është shtëpia e adhetarit Nazim Berisha. Që ka qenë shtab, a? Po pikërisht ai e ka lshu shtëpinë për shtabin e UÇK-s Peshini, çfarë gjendje është tash. Nuk ka ku një çfarë kujdese institucionale, qoftë nga institucionet qeveritare qendrore, qoftë nga institucionet qeveritare komunale. Domethënë është në gjendje të jashtëzakonisht rëndë. Ndoshta ju ka përmend dikush, thash ky fshat që i ka pas 25 shtëpi, po me kontribut të 13 dëshmor që i bie çdo e dyta shtëpi, por ta kemi parasysh. Këtu çdo mashkull ka qenë domethënë a ditë me një shtatore ka pushkën. Thuje se çdo mashkull deri prej moshës të vjetër, ndoshta po themi 65 deri në moshën 16 vjeçar, unë e di në atë kohë, bilëm disa edhe matri doshin më bashkangjit, por gjevati e sala nuk i lejonin në 16. E ketë këta mashkull domethënë, po edhe të tjerë kanë kontribuar në mënyra të ndryshme, por me pushkë në dorë unë e di që çdo mashkull ka qenë kontribues në këtë fshat. Dhe këtu ka qenë domethënë shtëpia e atij që sot më ja ka lënë, domethënë ja ka falë shtetit, e ka lënë si monument, por s'po kujdeset askush. Tash Peshini ka qenë atë kohë, sinqerisht ka qenë një ndër shtëpitë më të mira të fshatit, edhe pse ka qenë me gur, por ka qenë shumë e rregulluar me brenda. Ai ja ka falë UÇK-s, por sot sheh në çfarë gjendje është. Kjo është tyrbja Lez. Sta shpedi që ako vartë pëse kam bu be, po shë tyrbën Lez. Kjo po gjetë është që ajo tyrbe. Tyrbja Lez që konsiderohet me qenë një prej tyrbeve më të vjetra në këtë rajon. Kur përpara është kisha në gjaku me najtë, po thuje se cila mahalle ka pas ka një tyrbe, edhe i bëjshim pare tima, edhe i gjushim tyrbe. Që për familjen teme, familjen e Enisit, edhe për këtë familjet e juja, që po na shikoni. Kjo është kapuqi babës Symer, do të thotë që është i vorrosur këtu, është kapuqi origjinal me qindra vjetë, fshati e ka restauru, atë sa ka mujt me restauru, po shihet edhe vjetërsia këtu. Qështu? Po i lujmë na perujmë këtu. Më starojmë që ka shumë vizitor, si pas fshatarëve thuhet që dikurat 50.000 vizitorë janë mrena vitit në këtë tyrbe që vinë. Sot nuk takum, po thuhet që asnjë, që lumë në ditë, po që vinë njerëz kështu luten për të mirat e tyre, të familjeve të tyre.
Pasi Jaser, me u këthy në këtë fshat, po më dokën si dhe skenat filmit 98, 99, edhe dhe të luftës dytë botnore. Ku jemi në cilin fshat? Na tash jena në fshatin Les këtu. Gjatë okupatorit serbe, atë në 98-ën këtu kanë qenë dyku 24 shtëpi. 24 shpi. Po 24 deri 25 shtëpi. Ku s'ka pas më tepër se çato shtëpia. Po në gjatë 98-ës këtu e kanë shkatruar regjimi Miloševićit. Tu mo s'ka kur zot merr peshin edhe vet. Tu vetëm këta tyrbës që janë këtu. Edhe një me dhënë që kena qetan. Qetër këtu jetë s'ka kush. Kena shku gjithsa herë në kuvend komunal. Kena afruar ndihmën edhe të shka kush më hiç. Shkollën e kena pas shkollosh të djegme. Tash s'ka kur qonë tërsisht, është të shkatrume. Tash vetëm tash në qëto 2026-ës, tash në ka thonë komuna, që të rrugën me lidh Les Lipiqev, qëto ndim që e kena për komunës, qëtër s'ka kur qonë. Besoj këtu ka pos jetë, Po jetë u konë e mirë, ka pas dashni, ka pas këtë senet, tash nuk ka, tash nuk është problem. Bile ku të mujtojmë këta dhe, se shokët e mi gati edhe gjyse e në vra, gjyse kanë metë, mu vjen keq shumë për ata njerëz. Edhe sot që jena ata të gjallët, nuk ja dinë në rëndësinë këtij fshatit. Po dhe s'kanë fajtë diku, si komuna nuk për intervenon kur gjë nuk përbon. E kene një asfalt që tu që na kalon në mes, në gjysë të rrugës, 1 kilometër këna që kërkesa, çdo sen, be bëjmë sot, be bëjmë nesër, kur gjë s'kanë kalmet, do kur gjë. Fshati është katastrofë. Qëka e në marrë fshati për para? Me bëjësi me... Të ka ma një ditë që shka qenë kënena, këtë të rrugica se s'ka pas... Pa të ka pas bëjësi dhen, lopë, me që ato këna jetu për para. Tash mos ka kuqët nuk jenë. Më konë kuqët si për para, më shemë komunë me intervenu, dishka me në dhonë, dim, ka apet këthejnë njerës ka pak qështë, për s'ka kur gjallë. Do me dhe nuk ka kur gjallë. Sa me met gjallë një rogë, në fëmin, me mbetu, se s'ka rrugë dalë që. Ose me lishu këtë Kosovën për këtujt. S'ka rrugë dalë. Unë sa për vetin taj unë i bona 54 vjetë, unë qëtu e kom linë qëtu të desë, ama të tjeri, nëse nuk rregullohen qëto sendë nuk vinë. është problem. Dhe shkolla brezi i ri, vjen alo kua ma mirë, për besoj që vjen ma mirë. Nuk për di. A shkojmë ditë e shtëpia ku i ki pas dikur? Po, shkojmë. Pas që të gërmodha që pishojmë që ka Po, këndu? ku mi jetu une këtu, Ku, qëto? që të shpinë, Okej. po, edhe që të shpinë që tu. Këtu është e këtyne e gjallarve, këti idealit haqës kënina, edhe që kjo shpia që tu. Edhe kena jetu, kena luj, si në atë kohë, këne e konë fëmi në atë kohën. Për në atë orë të rritë, mëse gjatë luftës 98-ës u formu ushtria. Atër u lidhëm në ratu ushtrisë slimdatë të sykles në altë në fshatë. E kena lishu fshatin në këtu, kena shkuat i vesh kanë në popullata, këtu familjet të tona. Gjatë bombardimit në 1 shtatorit, këtu e kanë lishu fshatin. Vitin 98. 98-ës. 1 shtator. Me 1 shtator. Na kena lishu atë fshatin, jo na, por kanë lishu ata familjet e tona, gjithë këtij fshatit e kanë lishuar, edhe kanë shku në fshat Lipiqev poshtë e kena pas. Edhe na kena qenë në rova në altë, ku janë sot lapidarët, ata dëshmorët ku i kena sot. Ka pas mishën, familje? Po, ka pas, dikuja 300 e dishka ofër 400. Jenë konë me gërbet për pare në atë kohën. S'kam pas me bujqësi, me send që do. Ki kujtimet mira, Po. kur e shek të rënuja... Kujtohem këtë sendet, po. Po, dvjekjes? Vjen shumë. Se për shembull fëmijët me bëmë thonë fëmijëve ata besojnë ama nuk e dinë se shko ku me kunë këtu. Më thonë ata shkojnë në 30 këta në Bavaki edhe shumica nuk besojnë, se si kanë pritu kur gjë. Çfarë janë? Mu vjen keq valla shumë për këtë fshat, edhe për disa njerëz persona këtu që kanë lup jetën, që e kanë dhënë për këtë fshat,
Edhe sot nuk i interesohet kërkush për këtë fshat. Unë po vjen keq, nuk po di se çka me aty shpirimi s'po di. Je ke qenë ushtar i ushtrisë Po, kombëtare të kena Kosovës. qenë, kena pas. Edhe sa ushtar kanë vdekur në këtë pjesë edhe sa banor, kanë qenë rrezik për banorët. Për banorët kena pas shumë rrezik, a tash i kena diku 13 ushtar këtij fshatit. 13 ushtar. Po, 13 ushtar. Që shihni edhe ti labidarin ku e kena nalt. Edhe këtu ka pas banor Bajegi, kanë vujt, kanë zonë, po thuja se gjatë luftës 98-ës, po vjen se u ka harruja e lufta. Unë sa për kuptoj vetë, sa për shoh. Nuk është, ne kena kujtu se të mbledhin mend njështë, po jo. Nuk është e koha përpashme. Tash nuk e di si për çfarë. Mujnë me përshkrujt gjatë në atë kohën unë ku këmë qenë, ka pas dashni, ka pas misear dhe kretë senë mi pritje në konë, po tash jo. Nuk është si për para. Jo. A hina dhe në shpeç atje? Po, pa tjetër, him. Që tu kom lindë une, që shpinë, nëse që tu kom jetu, që tu baba nona, që tu kena netë, që tu kena pas një podrum si e thori, nuk e di, edhe që tu e kena pas një shpit vogël, që tu kena netë, djemë të agjës, në altë këtë që tu. Që tu në kena jetu, po është kena pas djemë të agjës qerit, këshit, po ka pas dash një shumë ka pas. Bile ku ta shohë dhe një këto mushën. Vaj. Unë vinë shpesh në fshat. Vjen me hek mallin? Po, ne eki mallin këtu, eket e mija që kum vujt në atë kohën, edhe për shkak ku di këtu unë bom njëjtë. Qetësohesh? Po. Ja rroj këtë sende të qera. Do me thonë këtu unë kom rranjet. Nuk i lishe këtë vend, veç gjithë desa e qetër është. Unë me kom mundësi, jo që kom mundësi, për me pas mundësi, për këtë fshat e këshëm bo Lule. Do me thonë ku bënë dhe investimet në për tjera fshatne, pse të joni nuk bënë, që 28-9 vite, ofër 30 vite gati, nuk për bënë të kur gjohë, hiq, jënë të merë. Ne nuk pëdim se ku me shku me anku. Shkoj shku vend ku me natë të shkotaj, këtë jënë të në rrejnë, ku shë hiq. Që ta shbile që të rrugën që në të seka, që të vesh ku me vendin ku me nalë, po thënë është e bo, tjetër ndimna nuk kena pjetë në kusha. Qëtu ka nënë baba, nona, nëse qëtu kënë nënë na me motrat, kënë nënë bashkë si në konë, bashkë edhe. Familje. Familje. Shpije vogël po me dashni shumë. Po me dashni. Tashune, së është si për para, më dhe. Ka u baj dashni, s'po di për çfarë arsye. S'ka e si jeta ka u për katastrofë. Kjo është xhamia e fshatit Les. Gjatë luftës 98 kjo u konë shkatrume, po këto e ka ndërtu një ish banorioni i fshatit Les, që në Siberisha a i gjinë tash në Zvicër, a e ka bon këtë xhamin, ka rregullu, ka reparu krejt. Xhamia ka luta strukturën e vjetër. Po, tjetër, kjo që kjo xhamia që u konë, që kjo vesh gjikën e reparuë. Ka qenë e vjetër? E vjetër. Diku 100, nuk e din saktë, unë vesh ofër qasaj vitit. Ose ma vjetër, ose ma rimë dhe nuk e ditë. Po, njëjtën kohë ka punuar si shkolla? Po, në gjatë luftës 98-99, në gjatë luftës 90-ave, ka u konë si shkollë. Pse shkollë kjo? Pse atë u konë shkoki s'ka pas sigurijet e shkolla. Edhe desh pa tjetër me po xhamin shkollë. I kanë kry mësime këtu? Po, këtu.
Urem edhe një fshati i Braftisin, ku jemi? Po, jemi në fshatin Albëri të komunës e Prizrenit, për ndryshë është pjesë e Vërrinit, regionit Vërrinit. Po shujt ndryshë ma herët, po? E ka pas emni Leskovec, Okej. pas luftës ja kanë gjitë një emën bukur Albëri, Po. pëlqen të athras Albëri. Po. Është një vend, një fshat që, siç po e shihni ju, e ka joshur qyteti, edhe gurbeti, edhe ka ngel pa banor. Edhe Do të thonë takuam vetëm një banor rezident e dhimbshme është kretë kjo që po ndodhet në Kosovë e dhimbshme. Tani njerëzit janë shpërngul e ne sot si atraksion që është në këtë fshat do të vizitojmë xhaminë e vjetër, e cila siç morëm informata nga zyrtarët e Bashkisë Islame të Prizrenit, daton nga viti 1890 dhe është ndërtuar me një mur me tulla prej balte, është mbuluar me teneqe dhe ka pas një minare e cila është prej drurit. E tani ne do të mundohemi të shkojmë vendin e ngjarjes nëse mundemi këtu, se rruga është e bllokuar, po do të mundohemi të depërtojmë disi dhe të shohim kjo s'hapet, a? të shohim nga afër se siç duket kjo xhami kaq e vjetër që i kanë mbijetuar kohrave. Po. Ti pasha zotin e ka qenë. Unë e para se pata të pa mundshme. A letët me veti? Po, pasha zotin. Veç shkili. S'ka lidhje, hitha, shkili, veç shkili. Ja, kjo është dera e hyrjes, të cilën po shihni vetë dhe e kanë kapluar barishtat e ndryshme. Mirë po që është ma keqja, e ka një dry të vendosur, që ne nuk e dim se kush e ka qelsin, që të mund të hapim brenda, pak po shihet, në disa mure të cilat janë të dëmtuara. Më thonë është horosoni brenda i qveshur dhe shihen gurës. Është para hyrja dhe hyrja në xhami, të cilën nuk po mund ta shohim mirë, saktë. Se si ka po si jetë bërëm, Po të regon kofshi. kosh. Kjo para 100 vjetëve të buki kësh, po edhe stili i ndërtimit xhami. Një gurë dhe laqe dhe dru. Ka të kombinuara. Pjesa poshtme, gur, pjesërisht lloç, pjesërisht ka gëlqere, pjesa e sipërme ka më shumë gëlqere. Dhe po shihet se është ndërtuar në një kohë pak më të vonshme se 1890-ën kur ka qenë ndërtimi i parë. Ndoshta vetëm themelët janë nga ndërtimi i parë i kësaj xhamis. Po gjuna çfarë gjendje mund po një objekt tillë. Nuk e di pse është lënë, po shihet që janë konë shkallë këtu me ardh poshtë, po i kanë mbulu komplet hyrësia. Edhe kur s'ki një erdh, kur s'ki për kujdesje, ndodh edhe kështu. Ani me tjesha të bardhën. Në tjerë. Batë, ki me jetë vetëm fshat. Vështirë, me jetu vetë? Po nuk është vështirë, unë jam mësue dhe në kupnat më të vështira kom ndaj, edhe gjatë luftës unë se kom lishu e vendin. Edhe pse forcat sërbe këtu janë konë, unë se kom lishu e vendin. Nuk jam largue për këtu. A ki hek?
bile edhe 3 ditë ku ndaj me sërbët këtu. Doshim me mekë, sanë po unë nuk jo mekë. S'kom që elsha i vendin tam, më mbyt në shka dolin bëni. Kanë porgji kokë fort, jam s'pë largohë. Që ka ndodhe me fshatin, ku shku njerës? Ku janë njerës? Po fshatin këtë luftës a djeg, këtu ka qenë shtabi u QK-s, mbi 300 ushtar ka pas. A su këthynë më as, deshtë më këthyja, që ndodhe? A për fshatin, jo që s'kan dashtë më këthyje, po s'kan pas më zamër, s'kan pas përparësi këtu më këthyje më. Kanë dalë në përgyrbet, edhe ky ka qenë vend bujësor, kemi pas blektori, me blektori, me gjon, me sande jemi marë. Ka pas mbi 200 kren lop, mbi 2000 bakti, dele, dhij. Këtu ka pas begati, ka tunde këtu terin 80 shpi, përpjet nuk ka yp as të poshtë. Po në kote luftës më tera, në kote luftës 40, pi 40-ve 0 kumbet vetëm une. Po për një familje tash këtu nga të është, a këthyje sënë, po pa rrym. A s'keni rryma? Ditën rrym këtu, natën shkajnë në qytet. A s'keni rrymë heq këtu, a? Jo që një vjetë e dishka rrym nuk ka këtu. Se s'ka? Se di, njerë ka nërë ma ka ndreq, e ka prish bora, të reshnat atmosferike, edhe mo janë këput telat, ka nërë dhe kanë këput mo, i kemi thirë, sanë s'ka nërë iq. E që një vjetë e dishka jom ish pa rrym të jetë. A ka pos jetë këtu? Jetë dyqan, Po ka pas dikur, që keni ka gjukuar. Dikur ka qenë këtu dy dyqone. Dy dyqone e në konë, po edhe unë privatnik, njën e konë i shtetit, 2 privatnika e konë. Njën e konë mande, njën në qatë shpinë e vjetër që aty me një dhomë, tash është e prishme aja nonën e për, aty edhe unë e kom pas dugoj. Ka pas jetë këtu, po tu zbras, keme ardhë në qëtë gjendje. A dje kes? A më vjen keq, jemi rritë tu, shoshnia jam e ketë kanë dalë në qytet. Asë një nuk, on vetëm kur vinë pushimeve me na vizitue. A vinë me të po? Po, vinë, faleminderit, vinë. E me gjamin, qka ndodhe? Pse surista uru kjo gjami? Kjo ka vlera, besej. Po ka vlera, po kanë ardhë për komunës edhe nuk kanë punu kur gjonë s'kanë bo iqë. Iqë kur gjonë nuk kanë bo. Sa ka pas edhe me tep që kemi mësue, edhe unë e ku mësue aty të e gjamija. Po, a? Mësimet e para aty të e gjamija i kemi bo. Të një farë o gjaj fshatit, aj o poja lija konë molla kasomi. Kur kam qenë unë 7-8 vjetë. Po aty, taja, a shkollën këtu filloren e kum kryet e aja shkolla në kryja konë të katundit. Mëstaj aja prish e ka ndër këtu. Po edhe tash kohën e fundit, kanë ardhur do fëmijë pi Prizrenit edhe e kanë djeg. E kanë koll. Këtu ka konë edhe një shkollë e re. Po e kanë koll. Aja për historisë e kanë koll njerëz të pandërgjeshëm. E që tash me qa po mirë është? Jo, unë i kom pas janë 20 copa lop, po i kom shqitë se nuk për munde i jom gjenet keqe shëndetësore. Edhe kur jenë konë këtu do të fshatit, ka pak kanë dimu, ka pak i kom pagu, i kom majt lopat. Ata si kanë shku e mua praktis ka të undi, para 5 vjetë kanë dollë kret me ka kret këtu. Para 5 viteve, i kom mek se s'ku mujt mi rujt, po i kom shqitë, i kom mek, i kom ljargu. Bas po të lëmë qëtësin tonë dhe të këtu, e kalemi. Kjo është shtëpia Agjit Ramadan, shtëpi 200-300 vjeqare, e që prej ndoshta ma të vjetrave në katë fshat, edhe duhet jetë. Pasi Ramadan është invalid, kështu që nuk e mundum shumë me enë.
Po Sabinak, Furna. babajt ka linë këtu. Po. Po kur e shet fshatin e babës kështu pas një njëri. Dhe i thonë, unë gjithmonë heqi vi këtu, por më dhimën që nuk ka lënë kur gjo. Baba shtëpinë ju ka kallë edhe ka hikë në prizren, edhe kemi me të ashtu. Nuk s'po mundem një qopë tokë me vlejë, me bani, diçka baretëri në fshatin e babës. Këtu ke dhonë mësim, qysh ka qenë? 1 vjetë. Qysh ka qenë jeta këtu në fshat? Ka pas shumë njerëz? Shumë ka pas. Në vitin 7 kam qenë kundër 75? po, 75-ën, klasa 8 ka pas 24 nxënës. Vajza, ma shumë, ma pak. Do me dhënë 20 gjithmonë që ashtu ka pas nxënë. Gyrveçar kanë qenë. Tokë me punu s'ka pas, ka pas në qytetit ajo, fushat që kanë punu atje dhe kanë jetu. Mirë ka qenë. Që një qoftë. Ka pas gjallëni, ka pas Po, njerëz, qysh jo, dyqane. Po, një dyqan ka qenë. Dasmat të më bënë, ma këtu që ka bënë, dasmat të rëneut njëri. Atë vjetë gjuna që është kështu në këtë gjani. Ai shpirtin të. Gjithë ka gjithë shara si ka uj kanë be, që këtu uj, senalin, nuk ka, që të gjithë, nuk shitin kur gjo, nuk mundet me vle këtu tokë që s'është i këti fshati. Po mu këthy jo? Po, mu këthyje po. Kush e ka prej ardhjen Jo, prej... po mu këthy me jetu, s'po shohim kërkan. Ja, kanë po shtëpia, kanë po sen, jeta e mirë, që kush vjen. Që këtu vjen një, që këtu është njëni, edhe Ramadani që aty, Kërkostit. jo, ma që aty. Ky emision mbështetet nga uji i rrugove.